po të mos ishin këta antarë të Partisë Demokratike, korrupsioni nga vjedhje do quhej virtut në Shqipëri. Ndaj dhe njerëzisht ju kërkoj të jesh pafundësisht mirënjohës atyre që dalin aty. Tani, a dalin 37.000, apo dalin 50.000, apo dalin 15.000, kjo është një çështje që në vlerësimin tim nuk ka ndonjë dallim të madh. Ajo që është kapitale është se opozita për dy arsye madhore, për farsën zgjedhore dhe mbrojtjen e korrupsionit, ka nisë serinë e pandalshme të kryengritjes paqësore. Kjo të siguroj se do vazhdoj gjën realizimin e qëllimeve tona. Ne jemi në kushte të një diktature autoritare, urdhoni. Jemi në kushte të një represioni ndaj opozitës. Imagjinoti tani, në qoftë se këta njerëz që votuan, rreth 40.000 u paraqiten para qendrave të votimit. Pas të gjitha këtyre, këta treguan se janë të gatshëm për një betejë për jetë e vdekje kundër këtij regjimi. A bëjmë ne përpjekje për të mobilizuar aq apo këto janë çështje organizimi, po janë dhe ca qëllime aty, nuk mund ta mohoj, e tjerë me radhë. E rëndësishme të them unë, ja u them me përgjegjësi të plot, se asgjë s'ka patur më të rëndësishme se sa ato protesta, ato pozicë për të damkosur Edi Ramën personalisht atë dhe regjimin e tij. Asgjë. Dhe ato do vazhdojnë. Këta që votuan Sali Berishën, këta dinë çdo gjë për Sali Berishën. Dinë edhe platformën e tij. Po këta votuan pikërisht për këto, pa diskutim. Votuan të bindur se kjo është rruga më e drejtë, rruga e nderit dhe dinjitetit, rruga e shpëtimit, rruga e shpresës dhe e shpëtimit të Shqipërisë. Kuvendi do të jetë kushtrimi i këtij procesi që do të jap Partisë Demokratike një organizim, një modernitet, një ripërtritje shumë të fuqishme.